Fjala sot. Ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është ju. Përgjatë historisë, ka shumë rryma filozofike e janë shkruar libra të tërë që kanë tentuar të shohin apo të analizojnë njeriun së brendshëm. Në morinë e ideve, tezave dhe hipotezave, askush nuk ka arritur të bëjë këtë dhe miliona njerëz në botë ende vazhdojnë të zhyten në kriza identiteti, që përveç gjërave negative nuk sjellin asnjë të mirë për ta. Në programin tonë të sotëm do t'ju sjellim një këndvështrim të ri për veten tuaj, një këndvështrim që do t'i jap fund luftës së vazhdueshme për të gjetur vetveten apo për të gjetur qëllimin dhe kuptimin e jetës suaj. Zbuloni me ne se në udhëtimin e gjatë të jetës nuk janë rrethanat, as gjëra që zotëroni apo që nuk zotëroni ato që ju bëjnë të lumtur. Ka vetëm një mënyrë për të shijuar paqen e vërtetë dhe gëzim të papërshkrueshëm që ata i kalon çdo imagjinatë njerëzore. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë. Sot, unë dua t'ju bëj një provim të shkurtër. Nuk është i lehtë. Në fakt, analiza e vetvetes është diçka për cilën të gjithë kemi nevojë ta bëjmë më shpesh. Por më lejoni t'ju bëj pyetjen e parë. Kush jeni ju në të vërtetë? Tani, le të mos bëhemi të ndjeshëm për këtë. Më kujtohet, kur studioja psikologji, se flitej shumë për termat normal dhe anormal. Ju jeni normal nëse keni të paktën 3 tipe të ndryshme brenda jush. Kur je fëmijë, kjo mund të dallohet pak më qartë. Le të themi se ju keni gjyshër që janë shumë strikt me ju, por ju duan shumë. Ata ju japin dhurata dhe bëjnë shumë për ju. Kështu, kur jeni në shtëpinë e gjyshërve, ju silleni shumë mirë. Jeni të sjellshëm dhe flisni me edukat. Faleminderit gjysh. Të lutem gjyshe. Pra, jeni si ëngjëj, le të themi. Kjo nuk është diçka realiste në lidhje me atë që ju jeni në të vërtetë, por në mendjen dhe zemrën e tyre, kështu jeni. Por ju jeni edhe një lloj personi tjetër kur jeni normal në shtëpinë tuaj, le të themi. Ndoshta nuk e pastroni dhomën tuaj siç duhet, mbase nuk ndihmoni në larjen e enëve, e punë të tjera. Pra edhe kjo anë është pjesë e juaja. Pastaj ka dhe një pjesë tjetër krejt të ndryshme në ju. Dikush nuk ju njeh pothuajse fare, por ju ka ngritur në piedestal. Ndoshta mësuesja e muzikës në shkollë thot, "Oh, je shumë i talentuar në muzikë", dhe mendja juaj fluturon. E shihni veten duke kënduar në skenat më të mëdha. Pra, ju vërtet keni 3 imazhe të ndryshme. Nga ana tjetër, studiuesit thonë se jeni anormal kur këto imazhe mjegullohen dhe ju i shikoni të treja njëkohësisht, por nuk e dini dhe nuk e kuptoni se kush jeni në të vërtetë. Tani, kur i bashkoni të treja, i sillni të treja në fokus. Ato do të kenë një lloj mbivendosjeje, por element të vegjël të secilit prej imazheve do të shfaqen për të parë se kush jeni në realitet. Tani më lejoni t'ju a bëj edhe një herë pyetjen. Kush jeni në të vërtetë? Jeni ai që miqtë tuaj mendojnë se jeni? Jeni ai që pjesëtarët e familjes mendojnë se jeni? Jeni ai apo ajo që bashkëshorti apo bashkëshortja mendon se jeni? Jeni ai që fëmijët tuaj mendojnë se jeni? Kush jeni në realitet? Në mënyrë që të flasim për këtë biblikisht, le të shohim disa vargje nga kapitulli i 3 i Kolosianëve. Kohët e fundit, unë kam folur shumë për këtë letër shumë bukur. Ajo është e mbushur me fraza falënderimi për Perëndin dhe flitet pak në lidhje me pyetjen që unë bëra. Kush jeni ju në realitet? Tani, vargjet 9 dhe 10 të kapitullit 3 të Kolosianëve flasin për qenien tuaj të vjetër. Për njeriun e vjetër që është në kontrast me qenien tuaj të re. Pra, këtu flitet për jo besimtarin që dikur nuk e njihte Krishtin në krahasim me personin që tani njeh Krishtin dhe ka ndryshuar tërësisht. Ju e kuptoni se kjo nuk ka të bëjë me anën fizike, por me aspektin frymëror.
nuk ka të bëjë me pamjen e jashtme, njeriun e jashtëm, por me njeriun e brendshëm. Dhe nëse doni të lexoni pak më shumë për këtë, mund të shikoni e 2 Korintasve kapitulli 4, vargu 18. Mirë, tani le të shohim se pse kjo është një temë shumë e rëndësishme. Ju e dini se njeriu që jeni në të vërtetë do të ndikojë tek emocionet tuaja dhe tek mënyra se si ndiheni e si veproni kur jeni me njerëz të tjerë. Jam i sigurt se të gjithë keni takuar shumë njerëz negativ. Ata nuk janë njerëz të lumtur, janë grindavec. Juve ju duket sikur ata ecin vetëm në baltë. Janë gjithmonë të dëshpëruar, të dekurajuar. Duket sikur kanë gjithmonë një re të zezë mbi kokë kudo që shkojnë. Dhe e dini se ky lloj humori i keq është ngjitës. Nëse rrini me dikë që është vazhdimisht negativ, ka gjasa që edhe ju të bëheni negativ. Nuk më pëlqen kjo kur jeni duke rritur fëmijë, sepse prindrit negativ rrisin fëmijë negativ. Dhe këta fëmijë do të kenë gjithmonë një këndvështrim negativ për veten e tyre dhe për jetën përgjithësi. Është shumë e trishtueshme kjo. Prandaj një nga pyetjet e para që dëshiroj të shtroj është: si është qëndrimi juaj? Po të shihni shkrimet e apostullit Paul, sidomos Efesianëve, Kolosianëve, që janë shkruar ndërsa ishte në burg në Rom, do të vini re se ai ka një gëzim dhe një paqe të brendshme me Perëndin, edhe pse rrethanat ku ndodhej ishin të tmerrshme. E përsëri, ai i qaset jetës së tij dhe e kupton atë si një marrëdhënie me Perëndin. Për këtë arsye është i lumtur. Ai nuk është i lumtur për situatën, por është i lumtur që e njeh Krishtin. Ai është i lumtur për atë paqe të brendshme që ka me Perëndin. Tani, Perëndia është ai që motivon. Unë përmenda letrën drejtuar Filipianëve. Kapitulli 4 i kësaj letre është një nga kapitujt më të lumtur e të gëzuar të Biblës. Nëse ndiheni të trishtuar e të shkurajuar, lexoni Filipianët 4 dhe mbajeni atë si një nga kapitujt më të rëndësishëm të Biblës për ta lexuar në kohë të tilla. Dhe nëse doni të dini për veprat e mira që dëshironi të bëni e për veprimet tuaja sipas qëllimeve të Perëndisë për ju, thjesht lexoni Filipianët 2 vargu 13. Marrëdhënia juaj personale me Perëndin do të ndikojë në mënyrë se si të ndiheni dhe në atë që mendoni se jeni. Në rast se ka disa njerëz që po dëgjojnë e nuk besojnë tek Perëndia, ata mendojnë se janë produkt i evolucionit dhe janë thjesht rastësisht në tokë. Ata nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë pse janë këtu. Në momentet kur Perëndia u ka ardhur në ndihmë në një mënyrë apo në një tjetër, thonë: "E po, mund të jetë dikush atje lart që më do, dikush që kujdeset për mua." Ma merr mendja se ata thonë se ndihen me fat që gjërat u shkojnë mirë. Unë mendoj se kur ata marrin në konsiderat jetën e tyre, ndihen paksa bosh e mund të thonë: "Nuk arri ta kuptoj pse jam këtu. Nuk ndihem shumë i rëndësishëm. Mbasi do të jetoj për sa kohë, pastaj do të vdes dhe kaq është." Mirë, nëse mendoni se jeni kështu edhe do të ndiheni dhe nuk do të keni gëzim brenda jush. Ju nuk prisni asgjë me padurim për të ardhmen, dhe sigurisht që nuk e prisni me padurim shpëtimin e përjetshëm. Ndaj, unë shpresoj që të bëni një analizë të vetes suaj dhe të thoni: çfarë mund të më ndryshojë mua? Çfarë mund të më jap një këndvështrim më pozitiv për jetën? Çfarë mund të më jap një kuptim të vetes sime dhe të jetë më e kënaqshme që unë ta përqafoj dhe ta zhvilloj? Unë po ju them, ju keni nevojë të takoni Jezu Krishtin. Ai ndryshon gjithçka. Mund të ndryshoj plotësisht gjithçka. Jo vetëm pamjen e jashtme, jo vetëm rrethanat tuaja, por edhe atë që ju jeni në të vërtetë. Kur ju njihni Krishtin, apo dhe kur jeni një krishter i dobët që duhet të rritet e të bëhet më i fortë, lexoni fjalën e Perëndisë. Lutuni dhe kërkoni bekimin e frymës së shenjtë që të jeni më të fortë në bërjen e vullnetit të tij. Filloni të adhuroni, filloni të miqësoheni me besimtarë të tjerë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme dhe Bibla flet shumë për këtë. Në Bibël na thuhet se miqësia me besimtarë të tjerë sjell inkurajim për ne. Ata do të luten për ne dhe në këtë proces ju do të rriteni e do të shikoni ndryshimin në jetën tuaj. Unë kam folur për Krishtin me shumë njerëz që nuk kanë shkuar kurrë në kish dhe nuk e njohin Krishtin e nuk janë të shpëtuar.
Dhe ndërsa ata fillojnë të vijnë në besim, e gjithë jeta e tyre ndryshon. Mënyra se si ata e shohin veten ndryshon. Fillojnë të shohin ndryshe vlerën e tyre dhe thonë: Perëndia më do përjetësisht. Ai ka përgatitur një shtëpi për mua në qiell, dhe do të më marrë atje një ditë që unë të jetoj me të, i lirë nga ankthi, nga frika, nga dhimbja dhe nga vuajtjet. Unë do të jetoj me të përgjithmonë. Ky premtim i bukur ndryshon gjithçka në mënyrën se si ne e shohim veten. I gjithë qëllimi juaj ndryshon kur njihni Jezu Krishtin. Do të kuptoni se jeni këtu për një kohë dhe se Perëndia dëshiron t'ju përdorë. Do të shihni se është një bekim i jashtëzakonshëm të përdoresh prej tij. Ndërsa flisni me familjen tuaj, me miq dhe fëmijët tuaj për Krishtin, do të shikoni se fryma e shenjtë e Perëndisë po punon në ta. Është shumë e bukur, e mrekullueshme. Dhe ju do të falenderoni dhe lavdëroni Perëndin që keni një qëllim dhe një kuptim në jetë. Dua t'ju nxis që të krijoni kontakt me një kishë të krishterë, të lexoni materialet krishtera dhe të keni një marrëdhënie personale me Perëndin. Më herët ju dhash disa referenca, por dua t'ju jap edhe një tjetër. E 2 Timoteut, kapitulli 2, vargu 19. Zoti i njeh të vetët, dhe ata do të largohen nga paullësia e do të zgjedhin t'i shërbejnë Perëndisë. Ai na njeh, dhe ai na jep fuqinë dhe energjinë, paqen e brendshme, sigurinë e brendshme të shpëtimit, premtimet e përjetshme se do të jemi me të përgjithmonë. Gjithçka në jetën tuaj ndryshon kur njihni Jezu Krishtin. Kush jeni ju në të vërtetë? Shpresoj të jeni një fëmijë i Perëndisë. Shpresoj të jeni një nga të shpenguarit që do të jenë në qiell përjetësisht. Nëse nuk jeni, kërkoni dikë, një pastor apo një kishë pranë jush. Lexoni literaturë të krishterë. Njihni Jezu Krishtin personalisht. Ju garantoj se do të zbuloni se kush jeni në të vërtetë dhe do ta shikoni veten si një qenie të re. Miq të programit ton, shpresojmë dhe lutemi që pyetja kush jam unë në të vërtetë, që ndoshta ju ka munduar prej shumë kohësh, të ketë marrë përgjigje përmes këtij programi. Kur ne e vëmë besimin ton tek Perëndia dhe shkojmë tek ai përmes birit të tij Jezus Krishtit, nuk ka gjasa të zhgënjehemi. Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese dhe aty ju do të gjeni premtimet e Perëndisë, ndër të cilët është edhe premtimi se Perëndia ka për jetën tonë plane të mrekullueshme për një të ardhme dhe një shpresë. Nuk është kur herë dhe nuk është kur vonë që t'ia dorëzoni jetën tuaj Jezus Krishtit dhe të filloni të ecni me të, për të shijuar një jetë plot gëzim dhe paqe. Nëse keni pyetje për këtë temë, apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.